Jemi pranë qendrës më të madhe të votimit në komunën e Gjilanit, pranë shkollës Themi Metko, ku deri më tani, sipas danave zyrtare nga Komisioni Qendror Zgjedhor, rreth 800 qytetarë kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar në këtë shkollë. Në komunën e Gjilanit janë gjithsej 8000 qytetarë, të cilët kanë dalur në votime deri në ora 11 sipas danave të publikuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Në Gjilan janë rreth 107.000 qytetarë, të cilët priten ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar gjatë ditës së sotme. Kallxo.com ka vizituar edhe qendrën e dytë më të madhe të votimit në Gjilan, shkollën Abazajeti, ku menaxheri i qendrës, Arsim Bejtullahu, ka konfirmuar se gjithçka ka shkuar në rregull. Gjithashtu, Valerian Bajrami, kryesuesi i Komisionit Qendror Zgjedhor në komunën e Gjilanit, ka thënë për Kallxo.com se procesi deri më tani ka shkuar në rregull dhe se të gjitha qendrat e votimit janë hapur në ora 7. A mëni më na tregu çish ka rrjedh procesi i votimit në komunën e Gjilanit deri në këtë moment? Në komunën e Gjilanit ka shku procesi i shpërndarjes së materialit gjithçka në rregull, qendrat e votimit janë hapur që në ora 7 të mëngjesit, në bazë të raportimit nga menaxherët e gjitha shkollave apo qendrat e votimit. Deri tash nuk ka ndonjë raport që ka probleme apo probleme teknike ose administrative të tilla. Sa votues ka komuna e Gjilanit? Gjithsej me drejt vote në komunën e Gjilanit janë 107.858 persona.